Në repartin e pediatrisë në Spitalin e Mitrovicës punon njën nga mjekët më të mirë për fëmijë. Doktor Shenan Qabra është pediatri i cili fal punës së zellshme, është i preferuari për fëmijët e rajonit të Mitrovicës. Qabra nga karriera e bujshme në pediatrinë e Mitrovicës dhe dashuria për fëmijët ka fituar respektin e mitrovicasve. U fillu punën në vitin 1989, ndërsa me fëmijë punoj për vitin 1997. Do më thonë, i vjen për afërsisht dikun ka 27 vjetë. Me tregu drejt, unë si mjekëri atëre nuk kom mendu shumë që kom e marrë pediatrinë si specializim. Kom pas ambicie tjera, ndoshta autonë si kretë mjekëri, shkojnë këshirë mendojnë për një ide kirurgjike më atraktive, më së që. Po, kër e kom marrë pediatrinë, më sanej e kom pa që është një prej specializimeve më të mira në gamit e mjekësisë. Për arsye se kitë bëj me një krijesë e cila buron një jetë aprisojnë. Faktikisht na një fëmijë i cili në perspektivë për tina pritë diçka në një shoqëni, edhe ti ki një qasje në fillim e upton për një qenje që duket e pafuqishme për në fakt që është një qenje e ardhmërisë, upton për arsye se ti për një fëmijë nesër bëhen edhe profesorët, edhe doktorët, edhe kryetarët e shtetit, edhe këtë. Ndjenja më e mirë në jetë për çdo mjek, pa marrë parasysh sillën jam i po në pediatri, po sa që është nuk ka kënaqësi më të madhe në botë kur të sheti që terapia jote ka ndikuar që një fëmijë u shëru. Edhe kur e merr një buzëqeshje për një fëmijë të udhëton në rrugë kur e takon, i cili ta kthen atë me atë buzëqeshje atë falënderimin e vet për një përkushtim për një punë që ti e ke bërë. Doktori tregon për pediatrinë e Mitrovicës, e cila sipas tij plotëson të gjitha kushtet si në vendet perëndimore. Pediatria, spitali i ri, objekti i ri i pediatrisë ka filluar punën tash një vit. Që bjen me 2 prill vitit 2024. Kushtet janë shumë mira. Kemi avantazhe për arsye se në spitalet të pediatrisë kemi dhomat për pacientë të cilët hospitalizohen me kushte jashtëzakonisht mira. Zakonisht i kemi dhomat 2 krevetëshe ose 3 krevetëshe, banjat vetën, shërbimet 24 orë në spitalin e Mitrovicës janë ofrohen shërbime 24 orëshe. Në këtë objektin rrit, para pam edhe shërbimin e radiologjisë, kemi një rentgen portable, edhe kemi një laborator të cilin duhet me funksionalizu, mungesë kadrovike. Faktikisht nuk kemi laborant, nuk kemi teknik radiologjisë, po presim tash me punësime tash me siguru kuadro për me mujtë me aktivizu edhe laboratorin kuadro të pediatrisë për analizat të zakonshme laboratorike. Por ato më specifike kemi laboratorin qendror në spital në 24 orë shërbim, kështu që do më po thuj se të gjitha shërbimet i marrim në kohë reale. A plotëson spitali i Mitrovicës të gjitha shërbimet për fëmijë? 90% nevojave të analizave dhe shërbimeve që duhet mi pas për diagnostikimin e fëmijëve i plotëson. Aty kontrollohen mbi 30.000 raste gjatë një viti e 100 brenda ditës. Vitin e kalum, 2024, në mbrana një viti u bë 36.000 kontrolla ose vizita të fëmijëve. Kanë qenë 1.200 pacientë hospitalizuar edhe 1.800 trajtime ditore. Mesatorja na jemi 7 mjek, veç mesatorja ditore ka qenë 100 fëmijë brenda ditës që janë kontrolluar në vitit kalum. Tash 3 muajt e parë këtij viti 10.000 fëmijë kemi kontrolluar. Çdo orë ditës, çdo orë natës, spitali i pediatrisë është i mbuluar me pediatrë dhe me motra medicinale që ofrojnë shërbimet në pediatri. Normalisht, për shkak vullumit të madh punës, na gjatë vikendeve i kemi ka 2 specialista me kujdesaru, edhe gjatë festeve, ndërsa gjatë viteve zakonshme nuk kemi mundësi, se s'kemi mjek, kemi vetëm 7, me mbulu me kujdesarit të 2 fishta.
po tentojme me menaxhmentin e spitalit, me siguru mjek edhe për spitalet tjera, qoftë edhe specializanta me ardhë që me bo çdo ditë ka 2 mjek kujdestar, për arsye se në pikat e gripave sezonale, kur kemi jashtëzakonisht shumë fluks të madh, gjatë dimrit ose edhe gjatë verës, nëse kujdestarove vetëm një mjek, radha pritjes bëhet deri në 2-3 orë. Te një fëmijë nuk mundesh me kontrollu me këshyrë në kushte normale ma pak se 20 minuta me apo kushtu, plus që se është rasti pak ma emergjent. Na kemi dalë në ndimë, që këmë fësë, në mjekësisë primare, edhe kemi ofru që të gjithë fëmijët dhe në moshën 6 vjeçare derisa të kalojnë në objektin e ri, me marrë shërbimet e na pa udhëzim, pa me pas nevojë referimi, domethënë pa udhëzim prej mjekësisë primare. Ndërsa mas moshës 6 vjeçare preferohet me pas udhëzime për mjekut familjar. Ndërsa shërbimet tjera, injeksionet intramuskulare, inhalimet, mas vizitës që e bën të na këtu, nëse s'ka nevojë për hospitalizim, atëherë ato shërbimet duhet mi marrë në mjekësinë primare. Edhe analizat laboratorike, edhe që ka nevojë, ato që i përshkruajnë specialistë, ato mas konsultës, ato duhet mu marrë në mjekësinë primare, në mjekësisë familjare. Prind edhe populata, në fakt, na jemi në shërbim të ne, ata këto organizime edhe nuk i dinë. Kështu që të na vinë edhe pa udhëzime, pa sistem referimit, vinë edhe për shërbimet të cilat janë parapome me marrë mjekësinë familjare, në shumicën e rasteve. Na ato shërbime ja ofrojmë, edhe ju tregojmë masane rrugën ka duhet me shku për herën e ardhshme. Domethënë nuk ka rast që është refuzuar, për shërbime këtu, pse nuk ka pas udhëzim ose diçka, po gjithmonë normalisht është rregull e që herën të ardhshme, domethënë shërbimet primare, nëse s'është rasti urgjent, apo raste urgjente, domethënë në çdo kohë, 24 orë këtu shërbimet punojnë. Se çfarë kushte ka pediatria e tregon një buton, i cili sapo preket një infermiere vije në dhomë pas disa sekondash. Këtu jemi në një dhomë të pacientëve, zakonisht në dhomat 2 shtetësh, kemi dhomë me 3 shtetër. Kushtet janë për secilën janë identike, secila dhomë është e pajisshme me aparaturë, mes tjera është me oksigjen central, edhe mes tjera është butoni ku nonat në qoftë se kanë përkeqësim të gjenjes mjët, veç që preken butonin dhe në kohë reale motat vinë me njerë për me këshyrë çfarë shërbimi ka nevojë me ofru fëmijët. Që tash ne vetë demonstrojmë të prekemi atje, të motat e me shku, edhe ato lejmë mas njerë. Dhoma numër 2. Dhoma numër 2. Sa sekonda vinë për shembull? Me njerë vinë, 10 sekonda, 15 sekonda, 20 sekonda. Që